Alhamdulillah, wa kafa, wa sallallahu sallam, wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Falënderim të nësi të akujmet më Allah subhanahu wa ta'ala, së të ati përgjëron që të rafdroj dhe të begoj dërgumin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjithën. Të ndërë vëllezër, prej herësh tek njerëzit ekziston një farë diskutimi deri kur ose deri ku mund të ndërtuar dhe mu sistemue njeriu mbi bazën e ndërgjegjes. Domethënë, shumë çka zban me bë se ndërgjegja s'la me bë, ose pak me pas menu me ndërgjegje nuk ish bë me bë çfarë punë. Mirë po, a ndreqet edhe, a rregullohet edhe, a sistemohet njeri veç me ndërgjegje, apo ndërgjegja është e pamjaftueshme. Që ky diskutim pastaj ka hapur rrugën tek njerëzit për me pa që jeta dhe sistemimi i njeriut domosdoshmërisht lyp më kon edhe me ligje. Domosdoshmërisht lyp më kon edhe me norma, patjetër me pas edhe rregulla. Sepse me lënë ndërgjegje nuk e dimi ç'i bë ligji edhe ç'i bë, domethënë, reni. Po pastaj nëse ndërgjegja s'mjafton, shtohet pyetja a kryen punë veç ligji, apo duhet krahas ligjit dhe pas edhe një shkallë të tretë të sistemimit të njeriut. Shkalla e tretë e njeriut ose shkalla e tretë e sistemimit të njeriut përveç ndërgjegjes, përveç ligjit është pastaj domethënë kërcënimi dhe ndëshkimi. Domethënë po ka ligje, po edhe ka do thot kod i cili parashet çish i bë mu denu, çish i bë mu ndëshku nëse nuk e respekton domethënë çat farë ligji. Përpara se një temë me pas konsiderat gjatë trajtesës që këtë faktin që nuk mjafton ndërgjegja dhe ligji, po duhet edhe ndëshkimi. Edhe dyta, duhet me pasën konsiderat që prej themeleve të besimit ton është me besu në absolutësinë e Allahut. Domethënë, na besojmë që Allah është i përkryer, absolut edhe i përsosur. Dhe pjesë e këtij besimi është me besu edhe në absolutësinë e urtësisë së Allahut, drejtësisë së Allahut edhe dijes së Allahut. Domethënë, dija e Allahut është absolute. Urtësia e tij që kalon një rend, që kalon një ligj, që kalon një ndëshkim, padyshim që është absolute, edhe do të thotë ligjvënia e Allahut subhanahu wa taala është domethënë absolute. Çka tema jon sot? Allahu subhanahu wa taala surën Al-Insan mos na kallzon që i na ka në inekzistencë të papërmendur, e na kallzon që na ka prunë në jetë në ekzistencë, e pastaj na kallzon që e ka përsos krijimin ton, e pastaj na tregon që ju kanë vënë në sprov, edhe kallzon që njerëzit mos promti kanë më kanë, disa kanë më kanë mohues, disa kanë më kanë pohues edhe mirënjohës dhe Allahut. Disa kanë më qenë mos mirënjohës, disa kanë më qenë mirënjohës dhe Allahut. Që kjo që Allahu po i don njerëzit në dy grupe, a është me pasojë apo pa pasojë? Domethënë, dikush do më kanë rob i ndershëm, dikush do më kanë rob i devotshëm, edhe dikush do më kanë rebel. Dikush do më kanë i pabindur. Që kjo a ka pasojë nuk ka pasojë? Me një ajeti i katërt, Allahu na fillon me na kallëzue për pasojat. Domethënë, që ky përcaktim nuk ka pa pasojë. Domethënë, përfundon edhe rreshtohesh tek mos mirënjohësit, kjo ka pasojë. Allah te taala thot inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Na kena bë gati për pabesimtarët, për mohuesit, kena bë gati në zinxhir, pranga edhe flak. Kena bë gati zinxhir, pranga edhe domethënë flak. Kështu që janë tri përshkrime të ndëshkimit. Ndëshkimi me zinxhir, ndëshkimi me pranga, edhe ndëshkimi domethënë me flak. Saktësisht kanala për transportimet që bëhet fjalë për zinxhir që lidhen në kom deri në qafë, deri në balluk, edhe zinxhir që lidhen durt me qafë, edhe flaka e cila domethënë i gjun gjithandej për xhehenem, domethënë banorët e xhehenemit. Saktësisht forma se si lidhet xhehenemlia në xhehenem është domethënë gati sikurse e harkut, formë prej formave të poshtrimit edhe domethënë të nënçmimit në venin e vujtjeve. Kështu që Allahu po na ka thënë për pasojën e mos rrethshtimit të saktë. Domethënë s'ke ditë mu tregu minjos ndaj Allahut, me adhuru Allahun, me bind Allahut, me ushtru Allahut, ka pasojë kjo. Çka pasojë janë zinxhirat, prangat edhe flaka e zjarrit të xhehenemit. Janë pesë domethënie, kërkoj ndjes nëse kam mos gjatë kjo temë se është e domosdoshme, janë pesë domethënie me rëndësi për me reflektu tek radhitja që kanë ardhur këto ajete. Domethënë e para përmendet fillimisht dënimi, pastaj përmendet shpërblimi. Apo? Domethënë fillimisht ajeti 4 flet për dënimin. Pastaj janë 14 ajete bashkë me veprat e banorëve të xhenetit, domethënë që flasin për domethënë shpërblimin edhe premtimin e Allahut subhanahu wa taala. Pse kështu thoj? Pse Allah flet një herë për dënimin, pastaj flet për shpërblimin, sepse kjo është pavarësisht sikurse te kontratat. Ti mundesh domethënë shumë shkurt mira kontratës që i bë mu përjashtu. A është e qartë? Ma mundesh me kallëzu se çështu e ki rrogën, çështu i ki obligimet, çështu janë detyrat, çështu janë shpërblimet nëse punon çka që ki çështu ka me shpërbly, mos mund t'i thu, nëse çiket gabim e ban përjashtohesh. Mundesh shumë shkurt muhabeti. Mund të kallëzohet fillimisht, domethënë çish i bë mu përjashtu,
E tani i be për zgati që i be mu shpërbly. Kjo është formë që është domethënia e parë. Domethënia e dytë, Allahu subhanahu wa taala e përmend më një herë pas dëftimit të përcaktimeve të njerëzve, domethënë që çysh janë përcaktuar, e përmend më një herë dënimin për me e flag, domethënë një hamendje që kjo puna e përcaktimit nuk është apo do shpërblimin as do shpërblimin. A është e qartë? Se shpesh shumë njerëz do thonë, mirë është mu fal. Apo ata kanë rrallë që e dyta. Mirë është mu fal, lum ti që falnu. Kuptimin që përcaktimi juve është i mirë për mu shpërbly, ama natë që si na përcaktuar që tu nuk është i kërcënu. Allah subhanahu wa taala e flak këtë hamendje. Jo, ti që si e përcaktuar që tu më kanë bënë ndaj Allahut. Edhe më kanë adhuruar ndaj Allahut te barekuta, ti i kërcënu me xhenem. Para se më thonë ai lumi këtë që falet, thuj mirën e që nuk falet. Para se me livdu këtë çka i bindet Allahut, shive veten ti ku je domthonë që ky bindesh Allahut. Domethënia e tretë, përmendet shkurtimisht dënimi, ndërkaq vetëm në ajet, ndërkaq shpërblimi përmendet në 14 ajete se domethënë shumë shkurt i bë çuçi bë më konën, domethënë i dënu. Shumë shkurt i bë. Ndërkaq çuçi bë më knaq, aty imagjinata është e pafundme. Çuçi bë më shpërbly, aty imagjinata është domethënë tamam syni se ka pa veshin se ka një menja s'mundet me menu. Allah aty na i bë 14 ajete me na gazu shkina më knaq. Amo që i bë mu dënu, i ka ra për shkurti me zinxhir, me pranga edhe domethënë me flak. Domethënia e katërt, përmendet shkurtimisht dënimi me një ajet, ndërkaq shpërblimi në 14 ajete, se Allahu te bareke ve teala shkurt do miron mohabetit njëri të keq. Amo që i bë insani i mirë surën El-Insan, këtu 14 ajete do të më fol. Domethënë ku e ka venin i mirë, aty do të më fol pak më gat. A ku e ka venin i keqi, Allahu subhanahu wa taala domethënë i bë shumë shkurt. Edhe pesta përmendën ndëshkimi përpara shpërblimit se shumica e njerëzve që këtu përshtatet. Domthon shumë njerëz të shikoj këtë pjesën e shpërblimit të premtimit të faljes, shkojnë në përlyen gjuna që rrezikon me xhenem. Ndaj do të më fol njerëzve edhe me diskursin e kërcënues, edhe domthon paralajmërues, në mënyrë që me ekuilibru domethënë mirë. Në vëllezër, para se me intem, është mirë me pasën në vëmendje një të vërtet që është shumë e rëndësishme në fe. Thot Allah te bareke ve taala: "Wa men yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa inna Allaha shadidul iqab." Dinë se kush mos i ti vije shpjegimi i Allahut. Dinë se kush mos i ti vije Kurani. Dinë se kush mos i ti vije shpallja. Nëse çka shpallja zëvendëson diçka tjetër, ni ta dije që Allah dënon ashpër. Ni ta dije që Allah dënon ashpër. Thot Allah azza wa jall: "Kadhabu bi ayatina fa akhadhum Allahu bi dhunubihim wallahu shadidul iqab." Ata i kanë përgjigjëstruar ajetet e Allahut, edhe Allahu për shkak të këtyre mëkateve kam i dënu e dijeni se Allahu dënon ashpër. Dinin se Allahu dënon ashpër. Thot Allah azza wa jall: "I'lamu anna Allaha shadidul iqab." Dini se Allahu dënon shumë ashpër, wa anna Allaha ghafurur rahim. Edhe Allah është ghafur, falës, edhe është rahim. Ghafiriz dhanb. Allahu është fal mëkate. Qabilit tawb. Allahu pranon tawbën, Allahu e pranon pendimin. Shadidul iqab. Dini se Allahu dënon ashpër. Nuk kjo nuk mund të mënu dikun tjetër vetë se te absolutësia Allah te barekuta taala. Mu kon shumë i mëshirshëm edhe shumë i ashpër në dënim. Domethënë, dikush i cili shkon në një mëshirë, po që nuk di me ekuilibrua, nuk e ka forcën e dënimit, ai nuk është i përkryer. Që na besomi te fillimi i temës që përmena, apo na besomi se Allah është i përkryer. Na besomi që Allah është absolut. Na besomi që Allah është i përsosur, edhe pjesë e përsosërisë së Allah subhanahu wa taala dhe që ka të bëjë me drejtsinë e tij, me urtësinë e tij. Edhe ka të bëjë të thot me dijen absolute të Allahut, është që Allah subhanahu wa taala edhe dënon ashpër edhe fal shumë. Edhe e fal atë i cili kthehet, ama edhe dënon ashpër atë i cili domthon nuk do mi kthy Allah azza wa jall, edhe me kërku falje. Është një dilemë. Një dilemë herë thën, po herë domethënë që nuk shprehet. Domethënë sa e kap imagjinata ashpërsinë e dënimit të Allahut te barekuta taala. Ose a mund të bash çka ashpër me dënu Allah subhanahu wa taala, ndërkaq është Ar-Rahman Ar-Rahim, Ghafur, Tawwab. Domthon ku janë ato muhabete, ato ajete, ato hadithe për faljen e Allahut, për mëshirën e Allahut, për se Allah është përdëllimtar, Allah azza wa jall i do krijesat e kështu. Qysh me mujt me e bë bashk. Që kjo temë nuk kuptohet vetëm nga një kënd. Nuk kuptohet vetëm nga një kënd. Për me kuptu pse Allah dënon me zjarr, pse Allah dënon me xhenem, pse Allah i gjun me hunë me fytyrë njerëz në zjarr. Vesh dush me kujtu hakun edhe dënjësinë dhe madhështinë e Allahut. Domthon e njeh mëshirën e Allahut, mirë që e të njoft. Ama nëse nuk e njeh madhështinë e Allahut, s'e kupton këtë temë. Domthon kur e kupton se sa i madh është Allah azza wa jall, e kupton që e meriton mu dënu me xhenem dikush që shkon edhe e prish edhe e përdhos, edhe e shpërfill madhështinë e Allahut te barekuta. E kupton që e meriton. Edhe kur e kupton dënjësinë e Allahut, e kupton se sa i denj është Allahu, kush ka guxuar me shkel dënjësinë e Allahut, domthon me xhenem kjo lahet, nuk lahet domthon ndryshe. Përpos se Allah te barekuta të ban
af edhe domethënë maghfirat. E keni pa vllaznin në tokë për shembull, shumë njerëz janë kundër disa formave të dënimit. Apo? Absolutisht nuk e përkrajnë një formë të dënimit të ndëshkimit ose një kod ndikon në botë që ekzekutohet ose aplikohet. Me po kur do një krim Iran, do një krim makabër thonë, inshallah be botë ai ligj, apo? Ose madje edhe në vena që bëjnë shumë zonë dhe zhurmë që mos më ekzistuar do ligje. Pikërisht kur ndodhin disa krime thonë, me shumë më kthylla një herë që kanë fuqi çato ligje. A di bashka se sa herë që krimi është më i madh, e kupton ti që kjo duhet me pasë një, domethënë një ekuivalencë në dënim. Nuk mund të mu dënu me diçka thjesht. E që i bie, nuk e kupton ashpërsinë e dënimit të Allahut Azza wa Jall si të drejtë, si absolute, si të përkryer, vetëm nëse ki ilm tauhid, edhe kupton se sa e poshtër është mi bashkë Allahut. Domethënë kur ta kshifsh shirkun si punën më e fllëç në dynjë që mund të më kon. Puna më e poshtë që mund të ekzistojë në dynjë. Kur ta menoj shirkun si padrejtia më e madhe që mund të më bë. Pastaj e kupton se ai do të më dënojë me xhenem. Domethënë Allah e ka kriju, Allah e ka punuar ekzistencë, Allah Azza wa Jalla ka dhënë shpirtin, Allah e jep frymën, Allah e jep krejt. Ti shkon e adhuron dikën tjetër krahas Allahut, e lut dikën tjetër krahas Allahut, i nënshtrohet dikujt tjetër krahas Allahut. Domethënë çish është e mundur kjo. Kjo arsye për çështjeve bazë që do të më kupton këtë temë pikërisht kjo. Dashur Imam Muslimi për Enes radhiyallahu anhu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se Allah te baraka taala i thot njeriu me dënimin më të lehtë në xhenem. Yaqulu Allahu ta'ala li ahwani ahli an-nar 'adhaban. Njeriu që ka dënimin më të lehtë në xhenem i thot këshisoj. Law kanat laka ad-dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha? Thoto bir ademit. Me pasi këtë dynjon, sot e kishe dhënë veç me shpëtu pikë këtë dënimin. Kejt çai kisha kon dynja, e kishe dhënë me shpëtu. Thot po zot, kejt mi pasi kisha dhënë veç me nxjerr që ti veni. Allah Azza wa Jalla thot qad aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi Adam. Thot kum kërku te diçka më e thjeshtë sa kjo. Tu kon ti në shpinën e Ademit ta kum kërkuni diçka që ka më e thjeshtë sa kjo. S'kom kërku te me dhon këtë dynjon. Kom kërku diçka. Cila është ajo? Thot kom kërku en la tushrik. Kom kërku veç mos mban shirk. Thot fa abaita illa shirk. Thot dhe ti kum gule veç me bashkë. Kështu që do e ke venin. Ndaj ashpërsia e ndëshkimit, para se me një temë. Pse mos çka dënim i ron se shirku është shumë punë e ron. Pse mos çka ron sepse rebelimi ndaj Allahut është çështje e ron. Mund ti pak me pas autoritet, pak me pas pushtet, pak më shumë i pas bë mirë dikujt, domthon je i ashpër me vëmë kon që ai shkel ku nuk van me shkel, e imagjino domthon madhështia e Allahut subhanahu wa taala. Ndaj tema jonë vllaznik ka të bëjë me ndëshkimin që Allah azza wa jall u jep pa besimtarëve në ditën e gjykimit, u jep rebelëve në ditën e gjykimit, edhe u jep muslimanëve të panushtruar ndaj Allahut te bareke o taala. Domthon ajeti 4 është ne u kemi bë pa besimtarëve gati zinxhir, pranga edhe domethënë flak. Po i morëm një nga një për me e pa domethënë shpjegimin kuranor. Saktësisht çdo detajet që vijnë të dënimit në Kur'an në Sunet, që na s'kemi përmend ndoshta as 5%. Këtë forma e përmendjes së detajeve është për dy arsye. E para është për me kallzu çish kanë mundën të çmuë xhenemlit, edhe e dyta për mi kthjell besimtarët. Arsye e dytë pse më përmend çka është në detaj, s'kam më thonë Allah ka një xhenem edhe çaq. Apo jo ka xhenem ku ka çështu, çdo detaj është për me e trishtu pa besimtarin, edhe mi kallzu çka mundën të çmuë shkaku i shirkut, kufrit edhe i mosbindjes ndaj Allahut, po edhe besimtarit domthonë me u këndjell. Ndëshkimi i parë dhe i dytë, selasila wa aghlala. Ka me pas zinxhir edhe pranga. Zinxhirat edhe prangat, ku është logjika me ekzistu zinxhirat edhe pranga në xhenem? A kanë ata mundësi me ik? Në xhenem lit, a kanë mundësi me ik për aty që do të mi lidh dyqysh? Arsyeja e zinxhirëve dhe prangave është minën çmu. Është domthon mja ushtu dënimin. Është domthon mja ranu domthon dënimin ditën e gjykimit edhe me kallzu si sa të pavlerjen. Mirë, po janë disa domethënie. Një prej domethënieve është që Allah subhanahu wa taala zinxhirët i lë si mjet tërheqjeje. Domthon tërhiqen zvarr nga ana e engjëve. Domthon pi formave të dënimit keni mu dënuar çto një periudhë, pastaj tërhiqesh nëpërmjet zinxhirave me shkuat diku tjetër me shiu dënimin. Edhe pastaj në vendin tjetër ekzistojnë ndrohen venat e dënimit edhe të ndëshkimit. Kjo është një pi forma. Një pi forma të dyta që është edhe në tokë është fobia e lidhjes. Në tokë edhe në tokë me bën më koni lidh, edhe mos me pas fuqi me lëviz është formë pi formave të ndëshkimit. Formë pi formave të domethënë të dënimit. Ndaj, kur vjen shejtani edhe nefsi jote edhe egoja jote edhe epshi jote edhe tërheq çka do gjynohet. Është më minutë që do zinxhir që do kanë me tërheq në ditën e gjykimit me çute filan veni ku aty do të më shiu dënimin. Sepse kjo shpesh kjo ideja që joshja është e madhe, rrethi është shumë joshës, situata dhe rrethonat janë shumë domthon disfavorshme për menajtën të devotshëm, jo vetëm menoj, domthon ti sot nuk reziston,
Domthonë çto zinxhir, çto menoj gjunat e tua si zinxhira. Menoj gjunat e tua si zinxhir ku lidhesh për kamë dhe mu tërhesh me shku me shiu, domthonë dënimin Allah te bareke o taala. Mirë po, e keqja më e madhe në rrezë është që detajet që kanë ardhur për çdo zinxhira. Edhe detajet që kanë ardhur për çdo pranga, nuk ka ardhur kjo në detaje për më relativizu. Kjo ka ardhur për më bëj madhe. Thot Allah subhanahu. Idhil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun. Thot vjen prangat në për qafat e tyne, lidhen në qaf. Këto zinxhirët e kam janë pin kom deri në kokë, deri në balluk, ndërka këto aghlalet prangat janë prej në dur deri në qaf. Edhe thot i vendosen thot prangat në për qaf edhe me tërhiqen nëpërmjet zinxhirëve. Thot fil hamimi thumma fi nar yusjarun. Njerë qohen hamim, në xhehenemin shosh me val. Pastaj thot qohen në zjarr për mu gjegë edhe për mu flakëru. Domethënë, vjen joshja dhe i dobët në vendosmëri edhe super reziston një haramit, një propozimit haram edhe një idejas më shumë haram, menoj çat çfarë mëkatin si prangat që të nohet në qafë. Menoj që ajo ditën e gjykimit domethënë mundet me ta lidh qafën edhe me çu deri te dënimi Allah te bareke ve taala. Thot Allah subhanahu wa ja'alna al-aghlala fi a'naqi alladhina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Thot ne i vendosim prangat në përqafët e tyne, mirë po thot, a e din ata që arsyeja pse janë tu dënuar janë punët e tyne. Domethënë punët e tua janë çatu prangat. Punët e tua janë çatu zinxhirët. Domethënë e ke liru vetën do gjinoje, ki menun që pe relakson vetën me do gjinoje, edhe mos promti domethënë lidhesh edhe bartësh pin dënimin dënim. Lidhesh edhe gjuhësh janë. Thot Allah azza wa jall, innal mujrimina fi dalalin wa su'ur. Njerëz të këqij, njerëz të mëkatar, njerëz të rebel janë të humbur dhe në devijim, po edhe kanë mëkona për flakët e xhehenemit. Yawma yushabuna fi an-nar. Atë ditë thot kanë më morë dhe kanë më zvarrit në xhehenem ala wujuhihim. Edhe kanë më gjujnë në xhehenem me fytyrë. Kanë më gjujnë në xhehenem me fytyrë thot dhuqu massa saqar, që tash merrni dhe shijoni dënimin e ashpër të xhehenemit saqar. Allah azza wa jalla kur fol për saqarin, në një vend tjetër në Kur'an thot: "Wa ma adraka ma saqar." A di ti çka është saqar? A shka di ti për çka xhehenem? Thot Allah azza wa jalla: "La tubqi wa la tadhar." Çi ky xhehenem nuk le kurrë. Domthon, çka i del përpara e ha. Çka i del përpara e djeg. Lawahatun lil bashar. Thot i ban shkrum lëkurat e banorëve të xhehenemit. I ban shkrum banorët e xhehenemit lëkurat e tyne. Ma salakakum fi saqar. E çka ju bën ju me arsye në saqar? Thot Allah azza wa jall, qalu lam nakum min al-musallin. Thoj nuk e kena fal namazin. Domthon para se me menu me lën namazin shkaku i orarit punës. Para se me menu me lën namazin shkaku i një loje, i një qefi, i një xhumi, i një përtacie. Edhe ndoshta edhe një eventi, ku diun çka. Menoje domethënë që ekzistoi ka një xhehenem enkas që domthon shkrumon për çket punë. Për me menu xhehenemin shumë larg për një njeri që lën namaz, ose dy namaza, tre namaze, duhesh me shpërfill hakun Allahut. Kur ta menojsh hakun Allahut, e menon që mundesh me një xhehenem për një namaz. Kur ta menoj se sa hak ka Allah azza wa jalla, ti menoj tani jetën sejdë kursun e kryen hakin Allah azza wa jalla, mundesh me menu pastaj që mohon që mundesh me shkon në xhenem për namaz apo për 2 dhe për 3. Pra së ndërlëzër, një apo gjonave që është shumë e thjeshtë me kuptuar këtë temë, është ajo që e kanë pyet një njeri një trim të madh dikur që u kon i patrembur, sy patrembur na për betejë, na për luftë, a ka dikush më trim se ti? A ka dikush që si tremët syni si ti? A di doni trim më të madh se ti? Kan po e di ka thon. Njëri që se fal yacien, edhe sy tremët syni, edhe mundet me flet. Që kjo trim. Kjo trim se domthon te di se mas mram ti mundet mu përfundu çto. Edhe shumë i relaksuar me fal namazin. Shumë i relaksuar me ranxhinat moja, shumë i relaksuar me shkel fazat e Allahut. Kjo thotë trim. Kjo ma trim sa i cili del betejë dhe ballavaçohet me qindra njerëz. Kjo ma trim. Me po kjo trim shkaku i gjehlit ti. Se kjo nuk e një hakun Allahut, nuk e një kërcënimin Allahut te bareke ve taala. Pse ka më ardhur çka dënim ndërlëzën me zinxhir dhe me pranga. E të smaj ibn Abi Shejbe, prej Hasan e Basriut, thot kështu. Thot, inal aghlala lam tuj'al fi anaqi ahli an-nar li'annahum a'jazu ar-rabb. Thot, prangat nuk vendosen qafat e banorëve të xhehenemit se ata mundën me ik Allahut. Nuk ka për këtë arsye, thot Hasan e Basriut. Thot, walakin idha tagha bihum al-lahab arsabathum fi an-nar. Thot, mirë po thot, ku të merr flaka e madhe, i gjun shumë larg na për qoshet e xhehenemit. Edhe kur ti gjuje na për qoshe flaka, këta duhet mi tërheq sërish mi kthy ku e kanë me vujt dënimin. Allah te baraka taala përmend skenë për këtyre skenave kur gjuhet flaka e madhe e xhenemit. Thot Allah azza wa jall, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adhab al-hariq. Sa herë që doin me dal bi xhenemit kapën, edhe të kthehen herë, shijoni çati ku keni kohë më shiu. Domthon, doin me dal min ghammin pi brengës të madhe. Pse ka pranuar Allah pi brengës? Sa ata e dinë që s'u dalin. Ata e dinë që s'ka një vend tjetër me pështu pi xhenemit. Po pi brengës të madhe që shinat e vujt këtë dënim, helbet mos ka një qare. E kur ti gjuje flaka e xhehenemit, deri te dyrët e xhehenemit,
Menojnë që mos na i shans me shumë me dalë piti këtu. E pastaj kapën nëpërmjet zinxhirëve dhe kthehen edhe një herë ku kanë, edhe i thuhet dhuqu adhab al-hariq, merrni edhe një herë shijoni dënimin e zjarmit të xhenemit. Thot Allah azza wa jalla, më jopi skenave ku e ka thënë çish kanë mund ngrejnë njerëzit nëpërmjet zinxhirëve dhe prangëve, thot wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laytani lam uta kitabia. Ati i cili i jepet libri nga ana e majt, thot më kanë mos më kish dhënë hiç. Ditën e gjykimit thot më kanë hiç mos ta kisha vogët libër. Thot walam adri ma hisabi, edhe mos ta kisha ditë çish është hesapi jeme, llogaria jeme. Ati di punët e tua në dynjë, po në ditën e gjykimit ku ta shef anën e majt, pasajna domethënë del kjo deklarat. Ya laytaha kanat al-qadiya. Më kanë ti shkon ide që cila merr fund dhe mos s'ka ringjallje dhe s'ka xhenet as s'ka xhenem, ma aghna anni maliya. Thot kur çys kum krym punë pasunia jeme që e kam lënë në dynjë. Halaka anni sultania, bani helaç pushteti jam, autoriteti jam, fama jeme. E pastaj vën thirrje thot khudhu fa qullu. Merrni tash edhe lidhni me pranga. Merrni edhe lidhni me pranga. Se ka marrën librën nga ana e majt. Thumma al-jahim sallu. Edhe merrni edhe gjunën e xhenem me djeg. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluku. Pastaj lidhni me zinxhir 70 kut. 70 kut për me tërheq apo për një arsye tjetër? 70 kut, jo është më të heq. Që me bajt për sroni zinxhirin e vet. Me bajt xhenem për sroni zinxhirin e vet të gjunave të veta, edhe të pabindjes vete, edhe të mos nështimit vet ndaj Allahut te bareke ve taala. Abdullah ibn Mubarak ka përmendur një athar për Ka'bit që thot për që këtë pjesën e zinxhirëve të xhenemit, thot vesh një hallk. E çti zinxhiri është parafërsisht hekur i kësaj dynjaje. Me mbledh këtë hekën e kësaj dynjaje është një hallk që e bën domethënë për sroni i xhenemli, ndërkaq Ibn Xurejxhi ka thonë nuk janë kutët e njerit, po është kutët e engjëjve. Domethënë 70 kut nuk janë kutët e njerit, po janë domethënë të engjëjve. Saktësisht ndër vëllezër, Allahu subhanahu wa taala ka përmendur vetëm zinxhirin, prangat edhe flakën. Ndëshkimi i xhenem është i lloj-llojit. E që inshallah këtë kena me shpjeguar një seri tjetër në një prej librave që kena me shpjeguar te Imam Kurtubiut, mirë po realisht kisha pas dëshirë veç një formë të dënimit me menu. Krahas kësaj zinxhirit të prangave. Veç një formë të dënimit me menu, me kuptu që kur vjen një dreç edhe të fol më lirun gjunoha. Edhe ta bën këtë farë devotshmërinë se u blloku jeta. E neve na ik jeta e këta e kapën, atë, është mirë me menu. Me menu prej formave të ndëshkimit në xhenem ngushllëkin. Ngushtësinë. Një prej formave të dënimit në xhenem është ngushtësia. Domthon, shpesh ti bën gjunohe, mundi më i relaksum. Shpesh do fjala bie me pas një lidhje haram, se njëherë që pak ma shlirje të mor jetën, ma këndshmi të mor jetën. Ose ndoshta lirohesh me shku me moni kredi për me liru vetën pak në banim. Ose mendon që ti liru me një biznes vetën me një kontratë haram. Ose me një kamat aty edhe këtu. Vesh me menu që këtë pjesën e ndëshkimit që është prej formave të ndëshkimit në xhenem, ndëshkimi nëpërmjet ngushllëkit. Apo në tokë na këndo që shohim ngusht, kena qef me xhanu. Allah azza wa jalla ka përmendur që xhenemi, domethënë në formave të dënimit e ka dhe ngushtin, thot Allah azza wa jalla. Wa idha ulqu minha makanan dayiqan muqarranina da'u hunalika thubura. Kan mu gjujt me një vend ngusht në xhenem, edhe nisin të lidh që ashtu me vajtu për veten, me thon mirë për neve. Allah azza wa jalla thot: "La tad'u al-yawma thuburan wahida wad'u thuburan kathira." Mos thoni sot një herë mirë për neve. Thoni sa doni, 10 herë, 100 herë, u kry kjo punë, u dash më herët më kfill. U dash në tokë më kfill. Pastaj thot Allah azza wa jalla: "Qul dhalika khairun am jannatul khuld allati wa'ida al-muttaqun." A më mirë me shkush aty në ngushllëkët e xhenemit, a më shkon në xhenetin që ju ka premtuar njerëzve të devotshëm? Ku më mirë? Vesh kfillu pak. Ku më mirë? A më mirë me shkush aty në ngusht në xhenem? Edhe nëse në dynjë, domethënë, ngushtohesh shkaku i devotshmërisë po përndon xhenetin Allah te barekuta ala, apo me menu mu xhanu këtu e mu ngushtu në ahiret. Thot Allah azza wa jalla: "Kalla inna kitab al-fujjari la fi sijjin." Dinë se fati i njerëzve të këqij është me ran si xhin, me ran çan ngushllëkin e xhenemit. Fati i këtyne është me ran ngushllëkin e xhenemit. Për çfarë ngushllëki është fjala? Abdullah Mesudi, sikur që e përmend disa burime të tefsirit, ka thonë kështu: "Idha baqiya fi an-nari man yakhludu fiha." Kur të mesin xhenem ata shamesin xhenem. Allahu mos na bëj fytyrë asnjërin pinë, asnjë pi pasardhë to. Thot ju'ilu fi tawabit min nar. Mirën xhenem litë dhe futen për tabute të zjarrit. Thumë ju'ila tilka tawabitu fi tawabit min nar. Pastaj të njëjta tabute mirën për zdyti futen për tabute të zjarrit. Në dy fish. Thot thumë qudhifu fi asfali al-jahim, pastaj gjuhën fund xhenemit.
Pastaj gjuhën fund xhenemit. Fa yarawna annahu la yu'adhabu fi an-nari ahadun ghayruhum. Këtyne në tabutit e dokët se kërkush në xhenem sot u dënu, veç këta janë të u dënu. Kërkush në xhenem nuk u dënu përveç tyne. Thumma tala Ibn Mas'ud lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Thot nisin me qit, thot Ibn Mas'udi, e reciton fjalën e Allahut, masit nisin gjuhën fund xhenemit, nisin me qit një gërham prej, domthon trishtimit të madh dhe pefigës madhe, edhe ju hub dëgjimi. Domthon prej britmës madhe tyne ju hub dëgjimi, mos me mujt me dënimin e tjerëve. Për shka se ka dash mu xhanu këtu në dynjë me do gjunoha, e ju ka bën gosh pastaj domethënë atje. Për arsye, po duam të përmend edhe një ather, edhe po duam të dal diku tjetër. Janë disa athere vllazni, i ka përmendur Ibn Rajab edhe të tjerë për ulemave, 10 qindra forma dënimi në xhenem. Një pi formave është këta shahin xhenem për shkak të kufrit, këta shahin xhenem për shkak të shirkut, këta shahin xhenem për shkak të kamatës, këta shahin xhenem se kanë lënë namazin, këta shahin xhenem se kanë shkel në pasuni të huaj, apo këta shahin xhenem një pi formave dënimit, a diçka e kanë? Lodhën pi erës të keqe të xhenemlive që kanë hi shkaku i zinos. Domethënë, çasi erë i keq ju vën zinaçarëve në xhenemlit nisin muranu edhe munu pi erës tyne. Domethënë se zinaja e këtyne, domethënë i ka bë çaq, domethënë kundërmues në xhenem. Imagjino këta çish dënohen në xhenem. Imagjino këta çish dënohen domethënë në xhenem. Ndërka tjerë domethënë lodhën shkaku i pranisë tyne. Domethënë ky bëhet zarar vetë e kije ku ishin në xhenem. Bëhet zarar, bëhet dëm, bëhet pesh e ron për ty, veç pse domethënë e kin nga domethënë te xhenemi e Allahu subhanahu wa taala. Sa jashtë është dëshkimi i Allahut në xhenem për mbledhërzi. E shohim Muslimin pe Anesit radhiyallahu anhu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Yu'ta bi an'ami ahli ad-dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah." Po sillet ditën e gjykimit, sillet ditën e gjykimit njeriu më i begatuar që u ka në tokë. Më i begatuari, domethënë më i begatuari në çdo formë që ti mundesh me menu njëri, më i kënaquri, më i pasturi, më i shnoshi, më i bukuri, më krejta. Thot sillet ditën e gjykimit, fa yusbaghu fi an-nari sabgha. Edhe futet edhe nxirret me një hap i xhenemit. Vesh një futje të shpejtë edhe del. Domthon një çast në xhenem edhe del. Thumma yuqalu ya ibn Adam hal ra'aita khayran qat. Thot obi atë a ke pa në herë në të mirë ty. Atë ka ndodhur ty në ekzistencën tonë me pa në herë në të mirë. Hal marra bika na'imun qat. A ke kalu në herë në çeft në ekzistencën tonë? Edhe i thot la wallahi ya rab. Kur o zot jam pash aty, kur unë çef në dynjos kum pa. Kur domthon knatësi s'kom për tu. Kur të mirë s'kom pa. Domthon, çka ka mujtaj me pa për një sekond, mi harru krejt të mirat e kësaj dynjës. Imagjino për shembull se ky më i begatuari u kon kohën e Nuhit alayhis salam, që ka ardhur 1000 vjet e 2000 vjet. Imagjino me ta fshinje kujtesën e 2000 vjetëve, kush në moment, një sekond i pamjes së dënimit, jo i dënimit. Ky s'u dënu, ky veç e ka pa. Veç e ka pa domethënë dënimin e Allahu subhanahu wa taala. Kështu që pse do të më bëna çeket, këtë do të më bëje edhe me ortë çikjo. Domthon kur jo s'kena përfituar pikë kësaj dënë çtu nëse s'kena orë çtu. Muhabeti për xhenemin do të më na shtimë ripërtrinje kontratën me Allahun. Domthon se seri pineve sonte e ripërtrin kontratën me Allahun azza wa jall. E ripërtrin kontratën me Rabbul Alaminin edhe me reflektu sepse është një epizod shumë i dhimbshëm ditës së gjykimit që mund të na ndodhë keve. Thot Allahu subhanahu wa asarru an-nadamata lamma raw al-'adhab. Thot atë ditë thot mbulohen thot piskeç ditë kur ta shohin dënimin. Thot domthon i myt keqardhja, i myt pendesa. Domthon njerëzit kur ta shohin dënimin e Allahut domthon mushen me mllef ndaj vetvetes. Pse punën marrë këtu. Thot Allah azza wa jall wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Edhe nisin me bërtit të thonë o Zot nxjerrna të kthehemi veç në herë punojmë punë tjera më të mira se na kon. Punë tjera më të mira se sa domethënë. Thot Allah azza wa jall awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Thot asu që na dhonna boll ymër juve mu kfill. Asu që na dhon juve boll jetë për me pa të vërtetat, me pa argumentet e Allahut azza wa jall. Thot wa ja'akum an-nadhir. A nuk e kam dërguar juve një pejgamber që ju ka kallëzuar çka do të më bëj çmu bogati për këtë ditë? Thot Allah azza wa jall wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Thot xhenemlit veç pak të ishmi kon të mëshëm se kishmi punën më kon çtu. Veç pak me pas menu, veç pak me pas ngu, nuk e kishmi punën më kon çtu. Më ne kupton ajo ditë se mençuria kanë kon të devotshmëria. Mençuria kanë kon të binën te Allahu, mençuria kanë kon me bogati xhenetin e tij. Mençuria kanë kon me ikpi gjunave, mençuria kanë kon me investu për ahiret.
Ama tash dikush tjetër do t'i kallëzoj se mençuria është me mbledh, mençuria është me bë famë, mençuria është me bë pushtet, mençuria është domethënë me bë qef, me shfrytëzurinë në maksimum. Mençuria është domethënë mos me lënë send kësaj dynjaje pa shiu. Çto është ai mençuria? A mund të kemi thotë vesh pak me pasni, pak me paskon të mëshëm, si kemi punë më kanë çto. Fa'tarafna bi dhunubina fa hal ila khuruj min sabil. O Zot na I pranon gabimet tona. E kena e pranojmë çka kena bë. A ka mundsi me dal? A ka na ull të qysh me dal pishitumit? Thot Allah Azza wa Jall. Qalu rabbana ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qawman dhalin. Thonë xhenemlit, o Zot na ka mujt e keqja. Në mujt e keqja dhe s'kena ditë, i na kanë humbje. Po tash kjo shpesh na kur e diagnostifikojmë të keqën, po na ka mujt e keqja, u përhap e keqja. Po veç diagnostifikim edhe domthon përshkrim pa iniciativë me ekdor pi mëkate. Pa iniciativë për me riportri kontratën me Allahun. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. O Zot, nxjerrna. Me po më kthia njerëz aty ku na kanë, na punimejna njerëz të këshë. Punimejna njerëz domethënë zullumçar. Qala khsaw fiha wa la tukallimun. Allah zë thot mbyll në gojën a mos fani. Mbyll në tash a mos fani. E keni propun marrë tash më në gojën. Thot innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Thot janë këndo besimtar që I keni një të thonë ata Zot na ty të besojmë, falna gjunat, mëshirana, domethënë ti thon, ju nuk os që s'keni pas shembull, jo ka pas xhami, ka pas ders, ka pas hoxh, ka pas davet. Janë këndo muslimane, do vllaznie, do motra, nuk u kanë jo që s'keni ditë hiç. Apo mirë pas keni pasën vendosmëri po mu vetë përcaktu tek mirënjohësit. Keni dash me ajte, mos mirënjohësit. Ndaj ndër vëllezër, kur e shohin xhenemlit, se s'ka më kjo punë pështim, duhet me arë me vuj dënimin. Me vuj përdesa ki përfundu, me vuj dënimin. Çka bëhet ëndër aty në masaj? Thot Allah Azza wa Jall, wa qala alladhina fi an-nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab. Pastaj xhenemlit kalojnë projektin e dytë. Cili është projekti I dytë? I thojnë rojve të xhenemit, lutni Allahut vesh një ditë me na letu. Vesh një ditë pak ma let mu denu. Në bëhet ëndër një ditë ma let mu denu në xhenem. Ajo ditë mund të më kanë një ditë që dikush të ka thonë kifrik Allahun, aty ke shumë në lidhje haram. Të thonë kifrik Allahun, aty ke shkuar ke bani kontratë që është haram. Të thonë kifrik Allahun, edhe ti s'ke reflektu për çështën e namazit. Kifrik Allahun, edhe ndoshta janë bë me vite pa dhënë zakatin. Apo? Ajo një ditë ka më kanë. Ka më kanë ditë që ki mu lut xhenem vesh një ditë mu letu. Në mu letu, një ditë për ndëshkimit Allahu te bareke taala, mirë po gjithçka atëherë zhvon, thot Allah subhana, yawma tuqallabu wujuhum fi an-nar yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Atë ditë kur gjuhën me fytyrën në xhenem, njerëzit kanë thonë, më kanë ty kish mi bind Allahut, më kanë ty kish mi bind pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përfundon vëllezër, a di çka do të thonë mos me ta fal Allahu? A di çka I bë me meritu dënimin dhe mos me ta fal? Çka I bë me hin xhenemin Allahut edhe nëse je musliman, edhe nëse je pesë vakli, edhe nëse je iftari tauhidit, edhe nëse e ki gojën plot tauhid e sunet e hak. E shënon Imam Ahmed, Imam Tirmidhiu, Shalwani thotë hadithi sahih për Jabir ibn Abdullah, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yu'adhabu nas min ahli tauhid. Njerëz të tauhidit, ka më pas njerëz të tauhidit që kanë u bë azab në xhenem. Domthon njerëz të tauhidit në gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo në gjuhën e çetërkujt. Hatta yakunu fiha humama. Kamu dënu deri sa të bon thëngjell. Deri sa të bon hi, deri sa të bon prush. Thumma tudrikuhum ar-rahma fa yakhrujuna yutrahuna ala abwab al-janna. Pastaj thot vën rahmeti Allahut, edhe I ka plan edhe që ta njerëz të tauhidit po që janë përlyme gjuna, edhe nxirren pi xhenemit, edhe gjuhën tek dyert e xhenetit. Gjuhën çaçë. Domthon çashtu që janë humam. Humam I bë domthonën ai hini shamet mas promti I djegjes. فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل ثم يدخلون الجنة. Pastaj dalin xhenetlit kur ti shohin vllaznit e vet që po vinë pi xhenemit, I morën e gjujin ujë pi xhenet, thot bin për zdyti këta njerëz. Thot çysh bin ato bin që kanë rreth lumejve. Apo pi ujit të madh që është afër lumejve, bin disa bim, domethënë edhe janë shumë domthon bim që kanë rritje të mëdha. Yu'adhabu nas min ahli at-tauhid. Kanë mundënu njerëz të tauhidit. Nëse ke çajo përshkrimi marr njëre me relativizu, më thonë kjo mos mund të për çafirat. Jo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në xhenem hina njerëz të tauhidit në kofshë, ka shkel kufit të Allahut. Kofshë ka shkel farze dhe kofshë ka shkel mëkate të mëdha. Çka më bë? Po ka zgjedhje, veç duhet të përmirësu, duhet të më pendu, duhet me riportri kontratën me Allahun te barekuhu teala, duhet me marr fen më seriozisht, duhet më nështru Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
mos me lut me jetën se Allah ta ka dhënë jetën për fitu xhenetin Allah te bareke ve teala, mi hap syt edhe mi dhon besën Allah te zogjel për farzat dhe për gjunat e mëdha. Na askush nuk është i përkryer, po pjesa e farzave dhe pjesa e gjunat mëdha do të qenë çështje pa diskutueshme te muslimanët. Çështja e farzave, edhe çështja e gjunat mëdha do të qenë çështje pa diskutueshme, përndryshe xhenemi është për çdo njerëz. Nëse Allah nuk i fal, edhe nëse nuk i ka plan rahmeti Allah subhanahu wa taala. Përfund në vëllezër, nuk ban me harru dy të vërteta, e sidomos nëse vjen në shejtan me na relativizu këtë temë. E vërteta e parë po thot Allahu inna a'tadna, na e kena bë gati, mund gati xhenemi. Mos e qartë? Domthon ndërkohë që un jam të folur, ndërkohë që ti të ngu, xhenemi dhe xheneti ekzistojnë, janë të krijuar, ekzistojnë. Mirë, po jo vetëm kaq. E shohim Muhamedi ibn Sa'id, shikshoi këtë hadith sahih për Buhari's, Ahmed sallallahu alaihi wasallam ka thonë kullu ahli nari yara maq'adahu min al-janna. Secili banori i xhenemit kur të hijen në xhenem ka me pas një mundësi me pa ku e ka pas vendin e vet ekskluziv domethënë në xhenet. Fa yaqul law anna Allah hadani. Edhe thot më pas ullzu Allahu çati shaka. Fa yakun alayhi hasra tani kop një keq edhe një dhimbje edhe një mërzi se çka ku e pas na pas vendin, pa pas ka pas vogati Allahu vendin në xhenet. Thot wa kullu ahli al-jannati yara maq'adahu min an-nar. Se si njeri që në xhenet e sheh vendin e vet ku e ka pas gati në xhenem. Fa yaqul laula anna Allah hadani, veç elhamdulillah që Allah më ka udhëzuar se çati shaka. Fa yakunu lahu shukra, në çket formë Allahu në xhenet ja mundson xhenetlive me I thon Allahut faleminderit. Çket formë ja mundson me shpreh mirënjohjen te Allahut subhanahu wa taala. Kjo është e vërteta e parë. E vërteta e parë është që na secili neve ka një vend në xhenem. Na nuk kena të folën për vendin e rezervuar për dikë tjetër. Na të folën ekskluzivisht për secilin që ka në çati vendi. Kështu që veç me ditë që një burg e ka ndom enkas një vend për ty o trishtim. Veç me ditë që një vend është enkas për ty për mund të shku. Nëse bën diçka, veç me ditë që është enkas për ty, nuk është sikur puna e ligjeve të përgjithshme që kush e bën aty. Jo, me enkas për ty është I prodhum. Domthon për secilin shpyrt birit Ademit është një vend që ka mund të nunë në xhenem. Do është me pagu, mos më kanë aty me dal këta. Kjo është e vërteta apo? E vërteta e dytë që është e dhimbshme, po mirë më shpesh me kujtu për me nal çket hovin e gafletit edhe hovin e madh, domethënë të habitjes, është ajo që na krejt vllaznik kena me pa xhenemin. Që kjo çka e kallzon, kena me pa me sy. Edhe Allah na boll keve banor xhenetit, ama edhe nëse po banor xhenetit kena me pa xhenemin. Thot Allah azza wa jall, "Wa ji'a yawma idhin bi jahannam, yawma idhin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra." A ditë mahshar sillet xhenemi. Edhe njeri kujtohet edhe kthillet. Thot Allahu, tash çka që u kthille, ha? Tash u kthillet çka? Tash ty tron mend që u gute, su desh që tu, që u desh pak më I përkushtuar. Allahu ja thot, çka I ban këtij dobi tash që u kthill në mahshar? Ky që tërkun u dash më kthill. Ky më herët u dash me dhon besën Allahut. Jo tash. Tash është vonë. Kur ndodh kjo kur ta shohin xhenemin? Thot Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që shënoi Muslimi pe Abdullah ibn Sudit, yu'ta bi jahannama yawma idhin laha 70,000 zimam. Sillet xhenemi do tërhiqet zvarr me armë pa njerëz të mahshar xhenemin. Sillet në një vend tjetër. Thot tërhiqet me 70,000 kapistra. Litar që tërhiqet xhenemi. Thot ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajrunaha. Thot në çdo kapistër janë 70,000 engjëj që janë të tërheqë xhenemin. Allah te baraka taala kur e përshkruan këtë trishtim të madh, thot wa tara kulla ummatin jathia. A dit këtë miletet, këtë popujt kimë pa që I lëshojnë kont. A dit këtë njerëzimi, çdo popull, çdo milet bën gjoj. E lëshon kont, sun rremon kont. Në ditën e gjykimit sun lëviz, sun çosh më kont. Ama sot mundesh me lëviz. Sot mundesh me opishman, sot mundesh me votove. Sot mundesh më kthy, sot mundesh më shku edhe më dhon besën Allah të zgjat që më kurse ban çka gjuna dhe më dhon besën Allah që kur nuk shënon çka të farz, se sot mundesh me lëviz. Para se me ardh një moment kur kena me pa domethënë xhenemin, edhe mos me harru që kjo puna e xhenemit nuk ka vend veç për rebelët e pabesimtarëve, po ashtu edhe për rebelët në mesin e muslimanëve, pa bindun e njerëzve të habitun, është mirë hap syt, se Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith shikosh shënoi Muhamedi ibn Tirmidhiu, shikosh thotë hadith sahih për Abu Hurairës, thotë inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'sa. Yahwi biha 70 kharifa fi an-nar. Thotë baki njëri në herë vesh një llaf e thotë. Edhe I dokut kur gjë e çaj llaf. Thotë për çat llaf 70 vjet ka mos sill në xhenem. 70 vjet që ka xhenemi është e kallzuar, po një llaf mundet me njëri. Po një llaf mundet me njëri në xhenem,
edhe mund të shkuarshme. Ndaj Allah subhanahu wa taala ka porosit: "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara." O ju që keni besu, ruani veten, ruani familjet e ju prej zjarrit të xhenemit, lanë djegëse të cilët xhenem janë njerëzit edhe janë gurët. Elusallahu min al-zjarrit të xhenemit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.